vlerësoni këtë vendim dhe a pritet të ketë ndikim real në ekonominë familjare? Këtë mendoj se ishte një vendim i pritshëm sepse çmimi i naftës tek ne lidhet shumë, sidomos tani që qeveria i ka hapur mirë ato radarët e saj me çmimin e tregtit ndërkombëtar, nga që ne ti e di importojmë 100% naftën që e përdorim për konsumin e automjeteve tona në pikat e Pakisës ku ajo shihet. Kështu që ishte e pritur që vinte në këtë masë që juve sapo e thatë, nga që për shkak edhe të si thua informacioneve që qarkullojnë në botë tashmë me shpejtësinë e sekondës, duket sikur është në perspektivë një marrëveshje paqe mes Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Iranit. Kjo ka bërë që nafta bruto që tregtohet në botë dhe që merret dhe si pikë referimi, edhe pse nuk është pikërisht ajo naftë që ne importojmë naftë rafinuar, nga që nuk rafinojmë në vendin tonë Ketrin, ka zbritur $900 për fuqinë. Kjo është arsye që bordi i transparencës kuptohet atje është qeveria që ka shkopin e dirigjentit, e uli me 10 lekë naftën për litër, pas vetëm pak ditësh që kishte ulur me vetëm 2 lekë në 100. Më fal 208, kishte për 206, tani është 196. Shumë qytetarë thonë se rritjet e çmimeve reflektohen menjëherë në treg, ndërsa uljet shumë më ngadalë. Pse ndodh kjo në Shqipëri? Ka ndodhur, urojmë që të ndodhi më qeveria i hapi sytë apo radarët të plot për një shkak të thjeshtë. Kurse qeveria nuk i kishte radarët apo sytë kaq të hapur dhe pikat e kompanitë e shumicës dhe pastaj kuptohet ajo përcjellje në çmimin e pakicës e merrnin pak me zor këtë rrugë për ta bërë po aq të shpejt dhe të fortë sa që kishin bërë ngritjen, kuptohet zorlëku i tyre ka të bëjë me një abuzim të pastër në treg për të rritur fitimet e tyre. Aktualisht nafta tregtohet me 196 lekë litri. A mendoni se ky mbetet ende një çmim i lartë krahasuar me fuqinë blerëse të shqiptarëve? Dhe si e shihni ecurinë e çmimeve të naftës në muajt e ardhshëm? A ka shanse për ulje më të mëtejshme? Ketrin, çmimi i naftës tek ne edhe para fillimit të krizës në Gjirin Persik, më bllokimit të mbështetjes së Hormuzit në datën 28 shkurt, ka qenë dukshëm më i lartë se sa mundësitë e qytetarëve tanë për ta përballuar këtë çmim. Kjo nuk varej për strukturë, varej nga një strukturë ku çmimi i naftës ka më shumë taksa brenda se sa kostot e sjelljes së naftës së përpunuar deri tek ne. Pra rreth 55-56% e çmimit të atëhershëm të naftës, që ishte diku aty 178 lekë për litër përpara shpërfillimit të krizës, Gjiri Persik e përbënin taksa. Pse taksat kaq të larta? Për një fakt të thjeshtë që në vendin tonë taksa e qarkullimit nuk pilet një herë në vit, se do të ishte shumë e kushtueshme për qytetarët. Dhe menjëherë do ta interpretonin si një taksë të rritur mbi kurrizin e tyre. Ajo merret gradualisht me litrin e naftës në pikën e pakisës ku ne e blejmë kapën. Sa ndikojnë taksat, importet dhe mungesa e konkurrencës në çmimin final të karburanteve në vend? Taksat të thashë, me më shumë se gjysma e çmimit, kjo është struktura e taksave tek ne, shteti duhet të mbajë arkën e tij, prandaj është aty brenda taksa e qarkullimit që u përmenda, është aty brenda akciza, janë dhe njësër taksash të tjera, të VSH-ja që kemi 20%. Kështu që mendoj se rruga e vetme për të ulur çmimin në treg është qeveria më në fund të kujtohet ta kontrolloj, siç po kontrollon tani me bordin e transparencës, edhe marrëveshjet e fshehta, sepse ne kemi një pozicion gati oligopol. Çfarë do thotë? Do thotë që tregu është i përqendruar në duart e pak kompanive që kanë pjesën ndërmuese të këtij tregu, paktën të naftës me pakicë, nuk pa me shumicë, por edhe atë me pakicë deri diku. Dhe është mirë që këto marrëveshje të fshehta mes
këtyre kompanive të shumicës, qeveria t'i kontrolloj fort në mënyrë që çmimit mos jetë kaq me ekonomistët i themi jo elastik. Pra, nga një kompani në një tjetër, shumë pak, në kohë me 2 lek, me 5 lek maksimumi për litër. Ndërkohë që në Kosovë ndryshimi është 3 herë, në Maqedoninë e Veriut apo në Malzi, pra vendet krahasueshme me ne në rajon, është edhe 4 herë diferenca. Në mes një kompanie që shet me pakicë me një kompani tjetër në treg. Tek ne është shumë i pakët pikërisht për këtë situatë karteli. Pra, ku çmimi caktohet në mënyrë të fshehtë nga këto kompanitë kryesore që dominojnë tregun tonë. Këtë nuk duhet ta lejojë qeveria, kurse ka një strukturë të mirë organizuar nga që autoritetit të konkurrencës tek ne nuk i lejohet që të përgjoj, e ka kërkuar ndryshimin me ligj, është mirë që ta bëjmë sa më shpejt telefonat e drejtuesve të kompanive kryesore të naftës, sepse aty do kishte boll gjëra për të parë besoj. Kështu që e ka të vështirë që të aprovoj që çmimi caktohet me marrëveshje të fshehtë. Por kjo është e vërteta sepse tregu e tregon. Pra, ne ndryshe nga edhe vetë Kosova, apo Maqedonia e Veriut, apo Malizi, ndryshon çmimi nga një pikë karburanti e pakicës në një pikë tjetër të një kompanie tjetër shumë pak. Kjo është thjesht efekti i marrëveshjes së fshehtë mes kompanive të shumicës. E qartë. Zoti Cocoli, në të njëjtën kohë, raportet e fundit tregojnë se 44.5% e familjeve me fëmijë në Shqipëri janë në rrezik varfërie ose përjashtimi social. Si e shpjegoni këtë situatë? Është e trashëguar, pra ne kemi një varfëri të trashëguar, nuk është se vendi nuk po zhvillohet, ne e dimë që këto 10-20 vitet e fundit ne kemi në vitin e mbrapsht 97 apo vitin po aq të mbrapsht 2020 të pandemisë apo vitin e katastrofës natyrore që ishte tërmeti shkatruesi 26 nëntorit të 2019-s. Kemi patur rritje ekonomike dhe do ishte mirë që edhe niveli i familjeve tona të ngrihej. Nuk është se nuk është ngritur, por jo në mënyrë të njëtrajtshme. Pra, ne kemi ende një varfëri të theksuar të shpërndarë sidomos në zonat rurale, por edhe në mes të qyteteve tona kryesore. Dhe kjo varfëri pikërisht tregohet ose shprehet në mënyrë edhe me treguesin që ju thatë, që rrezikohen të hyjnë në varfëri shumë se 40% e popullatës. Ndërkohë që vendet e krahasueshme me ne, qoftë Kosova, e ka dikauar te 34%, Maqedonia e Veriut edhe më të ulët, pra rrezikun që të bien në varfëri për shkak të themi të një përgjegjësimit të situatës ekonomike, të një krize siç na ndodhi kjo kriza e karburantëve. Kështu që neve kemi të trashëguar, duhet që qeveria të shikojë të bëjë disa sakrifice në buxhetin e shtetit në mënyrë që ndaj familjeve në nevojë të mund të rrisi ato që është pagesa e ndihmës sociale, por edhe familjet në nevojë ndihmohen duke hapur shumë mundësi për vende pune, ato kanë nevojë për punë. Vetëm në atë mënyrë mund të dalin nga qerkulli i varfërisë. Qoftë edhe po të arritesh me 30%, që është një rritje e parë për një buxhet modest si ndihmën e varfërisë, nuk është se e nxjerr familjet që merren ndihma të pakta nga varfëria. Unë gjykoj se kjo është vetëm rrugë që neve të ulim ndjeshëm përqindjen e familjeve tona që sot janë në varfëri apo që rrezikohen të hyjnë në varfëri. Si është e mundur që ekonomia raportohet në rritje ndërsa një pjesë kaq e madhe e familjeve përballen me vështirësi për jetesën? Është për shkak të, sa që ta përmenda pak më përpara, nivelit të pabarazisë. Pra, kjo rritje ekonomike nuk shkon njësoj tek familjet tona. Janë më mirë ata që kanë më shumë, sepse atje, si thua, shpërndarja e parë direkt shkon tek ata që kanë kapitale, ta quajmë kështu, kompanitë e mëdha, izotëruesit disa nga tregjeve tona kryesore, dhe pjesa e mesme është pak më mirë se sa më përpara, shtesa e mesme, e cila për fat keq edhe është kurrë tek ne në vitet e fundit dhe
janë gjithë më keq për shkak të rritjes së çmimeve, ato familje që kanë të ardhur modeste ose janë në prag të varfërisë ose edhe ndodhen brenda qershullit të varfërisë. Kjo është arsyeja që edhe pse kemi rritje ekonomike, këto familje e ndjejnë për herën më pak, madje nuk e ndjejnë fare rritje ekonomike, por ndjejnë vështirësimin, shpëngimin e lakut të atyre të mbijetesës për shkak të rritjes së kostos së jetesës. Por sa ndikojnë çmimet e karburanteve në rritjen e kostos së ushqimeve, transportit dhe shërbimeve të përditshme? Për momentin ushqimet kryesore bazë kanë rezistuar, pra nuk është rritur as buka, as mielli, as vaji, as sheqeri, as beza, as këto produkte kryesore të bujnetit. Arsyeja është e thjeshtë se ne edhe pse kemi një varësi 100% nga çmimi nga karburanti që importojmë, kemi shtuar atë flotën e këtyre automjeteve elektrike që edhe furnizojnë pjesë të mirë të strukturave tona që shesin ushqime me pakicë. Kështu që gjykoj se aty është më tepër fakti që to çmimet bazë të jetës nuk janë shtrenjtuar dukshëm siç u shtrenjtuan në kohën kur patëm krizën e importuar nga sulmi i Putin mbi Ukrainë. Periudhën e dytë pas 24 shkurtit të 2022 që ndodhi ky sulm, kur çmimet e qoftë të vezës, qoftë të bukës, qoftë të miellit e me radhë u shtrenjtuan shumë fort. Ende nuk ka tsunami tek ne, urojmë që realisht të firmoset paqja nga këto ditë apo javë, sepse jemi në kufit e fundit të kësaj rezistencë. Kjo rezistencë ka ardhur edhe nga përmirësimi i bilancit tonë energjetik. Ne kemi shtuar fort prodhimin nga fotovoltaikët, por me një davë ndryshe të popullit nuk vjen pranvera, kështu që edhe pse kemi patur këto përmirësime, do ishte shumë mirë për nivelin tonë të varfërisë sot që të mos goditeshim nga tsunami i çmimeve bazë të jetës të shportit, si quhen ndryshe, që janë shumë të rëndësishme për familjet modeste apo familjet e varfëra. Pra çmimi i bukës, çmimi i tesës, çmimi i djathtit, i gjalpit të mos rritur. Deri tani nuk janë rritur, pra nuk është ndjerë shtrëngimi i karburantit të këto. Kuptohet që familjet e varfëra nuk është se kanë mjetet të shumta në dispozicion. Ne themi një makinë apo gjëra të tjera që ta ndjejnë drejt për së drejti. Edhe pse disa janë në dispozicion të varfëra në ndjenjë ato paradokse, por kanë makina apo kanë mjete të tjera të konsumit shtëpiak. Por për ne e rëndësishme është që kjo krizë të mbarojë sa më shpejt, sepse mundësitë e qeverisë që të ndihmojë fort stresat nevojën janë të pakta. Ende nuk ka ndodhur ndonjë masë e tillë, sepse ende pika nuk ka zbritur deri në kos në nivel të ushqimeve bazë që ju përmend. Cilat janë shtresat më të prekura sot nga kriza e kostos së jetesës në Shqipëri? Në parë, kosto e jetesës është duke ushuar, diskutohet sepse kështu shkon, në çfarë moment që rritet do rritet edhe kosto e jetesës, por krizën e tillë ne kemi vetëm ke çmimi i karburantit, sot sepse jemi në diskutuar në fakt më para, e lidhur 100% me çmimin në bursa kombëtare. Ndërsa diskutohet që shtresat më të prekura janë familjet e varfëra që janë në varfëri, marrin edhe ndihmë sociale. Familjet që janë me kryefamiljar pensionistë, këto janë shtresat më të prekura nga rritja e fortë e çmimeve, rritja e inflacionit, rritja e kostos së jetesës. E qartë. A mendoni se pagat në Shqipëri po ecin me të njëjtin ritëm me rritjen e çmimeve, duke qenë se shumë të rinj vazhdojnë të largohen nga vendi, dhe sa lidhet emigracioni me pasigurinë ekonomike dhe mungesën e perspektivës? Pas që diskutohet që lidhet shumë, pagat janë rritur, sidomos sektorin shtetëror në 4 vitet e fundit, por prapë kjo nuk ka përbërë një stimull të mjaftueshëm që të rritë të qëndrojë këtu. Madje kam idenë që edhe nëse do të shoheshin pagat në shtet edhe privati me shumë sakrifica mund të kenë rritje
deri ke 1/3 e pagës, sërish të ritën do ta kishim problem vetëm për jashtë, sepse edhe me pagat të gjykatëshuara, edhe në nivel kombëtar që është misioni pa punë, po edhe si ta jemi më pagat që rritan në ndrojnë të marrin në Gjermani, apo në Britaninë e Madhe, emigrojnë janë në herë më të lartës, sa edhe kjo rritje të kështu që nuk është se tu është deva Arkimedit është rritja e fortë e pagave, para bazi çfarë do lloj është sakrifice që mund të bëjë sektori privat për t'i mbajtur njerëzit sepse pas shumë përshqetësi për tjetër krah punë për nevojat. E qartë. Apo mbështet ekonomia shqiptare më shumë te konsumi dhe importet se sa te prodhimi vendas? Për fat keq po, neve kemi një strukturë ekonomie të tillë që importojmë shumë, importojmë pak më shumë se sa 1/3 e asaj që është shtuar që neve kemi çdo vit të krijuar rishtas tek ne, prodhimi kombëtar, GDP-ja produkti brendshëm brutto i vendit është sot që flasim ke 27 miliardë euro, dhe 9 miliardë praktikisht e importojmë. Është një ekonomi e bazuar në konsumin, por jo mbi prodhimin. Kjo është një problem jashtëzakonshëm. Kemi sepse konsumi nuk të bën të pasur. Është prodhimi që mund të bëjë të pasur. Dhe edhe niveli i lartë i turizmit që kemi pasur historisht nuk është se pavarësisht se na kanë ndihmuar shumë, pas bankës qendrore, bankës Shqipërisë janë bërë 5 miliardë euro që kanë hyrë nga turizmi në prodhimin e kaluar, por nuk ta bën të pasur. Kemi shumë se po është perspektivë të rrisim ndjeshëm nivelin e familjeve tona të ardhurave dhe po ashtureve të përkatësisë së tyre në kuptimin e sendeve që zotërojnë, pavarësisht se jemi në vendi shteti me nivelin më të lartë të pronarëve të apartamenteve, jemi duke 90% nga 1% ta quajmë kështu familje pronare 640.000 familje të regjistrohen në instat. 90% e tyre është pronare një shtëpi. Por në nivelet të tjera, domos për ato familje që edhe ju nuk të para, familje me ardhur modeste dhe të varfër. Përveç një shtëpie të thjesht për të luajtur kohën nuk kanë të tjerë. Jemi realisht në një ushtryq ku duhet të shikojmë i kthehemi në forcë prodhimi. Nuk është e lehtë, një duke misioni pa mund, por është e vetmja në mënyrë që të mbajnë njerëzit tanë këtu. Se të rinjt, as që diskutohet, do të vjojnë, të shikojnë votimin e vetëm nga emigracioni. E qartë, atëherë për ta përmbyllur, zoti Cocoli, çfarë masash konkrete duhet të ndërmerren për të ulur nivelin e varfërisë dhe për të mbështetur familjet shqiptare? I kthehemi prodhimit, është e vetmja. Çdo lloj paraje që buxheti i shtetit duhet të ketë, përveç që i mori familjet e varfër, i mori pensionistët, me këtë skeme që ne të fishimit të shtesës që marrin nga viti në vit, duhet shikoj të ndihmoj prodhimin, strukturat tona të prodhimit, sidomos prodhimit për eksport. Besoj edhe keni dëgjuar është kjo marrëveshja me Fincantieri, një gigant të industrisë ushtarake periudetën nukleare për pasharimane që do të krijojnë 400 bombe të reja të mos. Marrëveshje të tilla ne kemi nevojë të jetë jo një dekadë, por me dhjetra, mos edhe më shumë si mënyrë që i kthehemi prodhimit. Uroj që ajo të jetë dallavysha e parë për të rikthyer industrisë sonë prodhuese. Më duket zgjidhja e vetme afatgjatë kemi për të mbajtur njerëzit. Zoti Cocoli, të falenderoj shumë që ishte pjesë e intervistës sonë. Faleminderit për kohën dhe gatishmërinë tuaj. Ditë mbar.